Policia rrugore e Vlorës dhe Drejtoria e Policisë së Qarkut të Vlorës kontrolle të shtuara në akset rrugore të qytetit bregdetar. Drejtoria vendore e Policisë Vlorë në drejtimin e drejtorit Elidon Çela në bashkëpunim dhe me Policinë rrugore ka ndërmarrë masa të shtuara për garantimin e rendit dhe qetësisë publike. Gjatë mbrëmjes së të mërkurës në hyrje dhe dalje të qytetit të Vlorës, forcat e rendit kanë zhvilluar kontrolle të befasishme me fokus në mjetet me xhama të zinj, personat në kërkim, por dhe individët që dyshohen se lëvizin me armë pa leje. Sipas burimeve zyrtare nga Policia e Vlorës, mësohet se deri më tashmë janë shoqëruar disa persona dhe janë vendosur edhe masa administrative për drejtues automjetesh që janë kapur në efektin e alkoolit ose pa dokumentacionin e nevojshëm, por edhe që lëviznin me automjete me xhama të zinj. Operacioni nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë dhe ajo e Policisë rrugore do të vijojë edhe në ditë e ardhshme me qëllim forcimin e sigurisë dhe parandalimin e aktiviteteve të palishme në qytet, por edhe ndalimin e personave të shpallur në kërkim apo dhe vendosjen e masave administrative për të gjithë ata drejtues mjetesh të cilët lëvizin pa dokumentacionin e duhur apo nën efektin e alkoolit.